A keni hasur lajme për helmimin me shishet e Coca-Colas në Kroaci, ose për ujë natyral mineral të Nestles? Rezulton se për dekada me radhë, ata në fakt kanë shitur ujë të ndotur të filtruar, duke përdorur metodat palishme. Why choose Nestle Pure Life? Because we guarantee you and your family pure water that passes more than 1 million quality tests per year. Duket si ujë më i pastër dhe më i kristal që mund të pish ndonjëherë apo jo, por në fund të ditës është thjesht ujë. Çfarë mund të jetë ndryshe? Po sikur të them praktikisht asgjë përveç çmimit? Vetëm 50 vite më parë shitja e ujit në shishe tingëllonte po aq absurde sa edhe shishja e ajrit të paketuar, sepse uji si një burim thelbësor ka qenë falas dhe i disponueshëm për të gjithë që nga Greqia lashtë, dhe për shekuj me radhë ka shërbyer si infrastrukturë e rëndësishme publike, derisa industritë e pan atë si një mënyrë të mundshme për të fituar. Dhe ja ku jemi sot, duke paguar deri në 1900 herë më shumë për ujë në shishe se sa për ujin e rubinetit, pas një garanci të vërtet sigurie. Deri në vitin 2024, industria e ujit të ambalazhuar arriti vlerën prej 348 miliard dollarësh dhe pritet të shpërthejë mbi 509 milion dollar deri në vitin 2030. Një perandorim maramëndse, e ndërtuar jo vetëm mbi mungesën, por mbi marketingun, mbi iluzionin e krijuar me kujdes se uji në shishe është më i pastër, më i shëndetshëm dhe më i sigurt. Por ja ironia, një pjesë e madhe e ujit që shitet në shishe është thjesht ujë filtruar çezmeja. Pika e vërtetë e ktheses erdhi në vitet 90. Uji ambalazhuar u bë pija e paketuar më e konsumuar në botë. Në mënyrë paradoksale, kompanitë bën që kultura e ujit nga burimet publike të dukej e dyshimt. Qytetet e mbipopulluara e të industrializuara kishin puse të ndotura dhe shpërthime të kolerës apo tifos, ndaj shtresat më të pasura e humbën besimin te infrastruktura e ujit të qytetit. Dhe uji ambalazhuar i burimit u tregtua si alternativë sigurt dhe pa kimikate. Të paktën kështu donin që të besonim. Ajo rënje e besimit tek uji i rubinetit është arsyeja pse sot përfundojmë duke paguar për të në parqe, shkolla, spitale, biblioteka, aeroporte, praktikisht kudo. Hetimet e fundit kanë zbuluar vazhdimisht se uji ambalazhuar nuk është në thelb më i sigurt se uji çezmes. Gjatë 15 viteve të fundit, në markat kryesore të ujit të ambalazhuar janë zbuluar nivele të konsiderueshme ndotjeje, përfshirë të ashtu quajturat kimikatet të përjetshme. Fatkeqësisht, ka ende më shumë për të thënë. Në një studim revolucionar, shkencëtarët kanë zbuluar se uji shitur në dyqane mund të përmbajë 10 deri në 100 herë më shumë copëza plastike. Shkencëtarët vlerësojnë se konsumojnë rreth 16.000 grimca mikroplastike, të quajtura edhe grimca të ngurta polimerike. Përtej shqetësimeve për shëndetin, mos të harrojmë ndikimin në mjedis. Çdo minutë, rreth 1 milion shishe plastike blihen në mbar botën. Ndërkohë, edhe uji i rubinetit ka pasur skandalet e veta. Në Francë në vitin 2025, uji i rubinetit u ndalua për 60.000 njerëz, pasi kimikate toksike fas u gjetën pranë aeroportit Basel-Mulhouse. Në rajonin e Venetos të Italisë, dekada ndotje industriale lanë mijëra persona të ekspozuar. Në Deçan të Kosovës, më shumë se 1.000 persona u sëmurën kur bakterët deportuan në sistemin e furnizimit të qytetit. Po ashtu, një muaj më parë, autoritetet lajmëruan për praninë të manganit në ujë të pishëm, por pa dhënë detaje të hollësishme. Në Shqipëri, qindra banorë u sëmurën pasi norovirusi ndoti ujin e pishëm për shkak të rrjedhjeve, rreshjeve të forta, depozitave të ujit dhe rrjetit të vjetëruar të furnizimit. Në Bosnjë dhe Hercegovinë, furnizimet rurale shpesh nuk plotësojnë standardet bazë të higjienës, duke i detyruar banorët të mbështeten te uji në shishe ose zgjirja e ujit. Megjithatë, pavarësisht këtyre dështimeve, historia nuk mbaron këtu. Këto raste na kujtojnë se sa i brisht, por edhe sa thelbësor është sistemi publik i ujit. Ato nxjerrin në pa dobësi, po gjithashtu nxisin reforma, ligje të reja dhe monitorim më të rrept. Paradoksi? Në shumicën e qyteteve europiane, uji që rrjedh nga rubineti juaj edhe sot është ndër më të sigurtët në botë. Ai nënshtrohet një monitorimi të vazhdueshëm, testohet nga laborator të certifikuar, ndiqet nga burimi nëntoksor deri te rubineti juaj, dhe rezultatet janë publikisht të disponueshme. Ndërkohë, uji në shishe fshihet pas etiketave të pastërtisë, i mbrojtur nga marketingu, por jo gjithmonë nga ligji. Nuk i besoj me ujë që ndërtoi qytetet tona, që vuri në lëvizje perandori, mbushi shatërvanët dhe shoi etjen e brezave. Ndoshta pyetja nuk është më se cili ujë është më i pastër, por kush vendos për këtë dhe kush përfiton prej tij.